Nuk është më gjatë se 70 metër rruga Gilaj në lagjën Partizani të Shkodrës, por për banorët e saj këto 70 metra janë kthyer në një kalvar 30 vjeçar, premtimesh të pambajtura. Prej vitit 1992 deri më sot qytetarët thonë se janë drejtuar të gjithë drejtuesve të Bashkisë së Shkodrës me kërkesën për rregullimin e rrugës, por në çdo mandat kanë marrë vetëm premtime, ndërsa realiteti ka mbetur po ai, gropa, baltë dhe ujë. Gjë më keqe që është në tonë Shkodrën e rruga jonë. Kanë godit tonë, biruca, më halë të re, të tona, një kaqë birucat i kanë godit rruga jonë të 70 vjetë, nuk është to. Kështu që shtydha t'yra, shola pas pa vjen të këj shoko jem. Kush ka vu dorë të 35 vjetë këto. Kush ka vu dorë, kërkosh asë herë, asë dhe herë kosh. Kështu që ju lutem shumë, shtetit, ati becit, që aty ba rrugët në, ka vuat e qashtë e shtydha, hekrit. Hajde ma shefe herë këtë që banë poplë, jenë aty paguton të taksat. Pensioniste jam edhe pagujmë tonë, gjdo kënë që shkojmë i pagujmë taksat. I bëjmë i thirrje Bashkisë Shkodrës, marrë me pa edhe herë këtë rrugën tonë, sepse shive si janë shtyllat, asë një herë të 70 vjetë nuk janë rrugë. Po binë edhe po bëhet një tragedi e madhe atëherë, unë nuk kam lanë kënd pa kap për aty në Bashkisë, ka thonë të povim, kanë ardhe me kanë bëmatit, kanalizimet janë, ujnëve të zeza, kretë janë, por nuk është vu asë herë dorë në këtë rrugë. Shive tonë rruga me barë, asë herë, historikisht asë herë në këtë lagje nuk është vu. Turp, nuk ka ma turp. Fëmijët kalojnë në përlaç, midis Shkodrës që 20 metra kena policinë. Ju kena thonë Bashkisë dhe s'ka mu vesh lagje që kena thonë s'ka mu vesh. Vetëm kam qu 4 letra me post, me të pagu me post, me përgjigje me fjallë. Asi përgjigje më ka ardhë, 4 letra kam qu. Edhe kuj kryetarit, kam shkollet e inxinjeri atje poshtë, a ju ka ardhë, falem në nërsi ju holë poshtë, më takaj edhe, folme me tem, dim që është shumë probleme, tha e rrugista. Por, kur t'i vinë rralla s'pana vinë kur se na një këtë rrugit që pëshojme tash, nuk ka hellë kush një lopat zeft nuk ka hellë kush. Një lopat zeft qysh se a ba zoti zë. 4-5 breza rrimi du, një këtë lagje, 4-5 breza. Edhe marrë të shme ikë në të shem, të bo 70 vjeq, bas një po asfalt, dalin fëmija, lagje, shkojnë në shkollë, me qanë të lagje. Ja, marrë me thonë bujë tërpë, midis Shkodrës. Midis Shkodrës, që sa Rusi, që sa kena Rusin, 30 metra kena Rusin brejtu, 30 metra kena Rusin, 30 metra kena brejtu. Marë me thonë, kujkja punë, marë, nuk shkaj ma me thonë, vështë të bojnë si të dojnë, zdojnë me bëmë së të bojnë. Më shumë se një çështje fondesh është neglizhencë, duket se për shkak të gjatësisë së saj të papërfillshme, rruga është lënë pas dore me justifikimin se nuk është problem i madh dhe se rregullohet mos sot nesër, por kjo nesër nuk ka ndodhur deri më sot. Çdo ditë me shi e kthen rrugën Gilaj në një terren të pakalueshëm për 10 familje që ndihen të izoluara brenda lagjës së tyre. Ironikisht, kolektori i ujrave nën toksor është funksional, çka e bën atë edhe më të pakuptueshëm mungesën e ndërhyrjes në shtresën e asfaltit. Qytetarët kërkojnë që pas dekada shpritjeje, Bashkia e Shkodrës të mbajmë në fund një nga premtimet më të vjetra të kësaj lagjeje.